Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Hoxha i nderuar, e boni hymjen. Unë me njerë me jalis me dersin që mos ju ndalim shumë e shumë masjatësie. Fillimisht e falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu, i dërgojmë salavat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sahabëve të nderuar, tabiinve, këtë ulemave që e sollën këtë din deri këtu, pas një farë devijimi, dhe këtë nënat e prindët tonë që na mësuan islamin, e ne u bën nasip, elhamdulillah, një fundjavë këtu ta kalojmë bashkë. Po një falenderim edhe juve që na nderut e na thirrët këtu. Po normalisht një musliman e ka borç me pranu ftesën. Ata që më njohin mu për mangat e din se sa i stresum dhijem kur ka hoxhallar qerë. Nuk u bëha mirë, në gjathë, në mesht, për para. Ama hajr inshallah, për çfarë duhet kthehena ka xhamati këndin dhijem më rahat. Ama hajr inshallah, ja dalim qosh disi. Kem të u bë si Nasruddin Hoxha, e kanë thirrë me një vend ders, e ne ka arru qitapin. Hoxha Shaban pi përvojë më duket e kuptoj, edhe pak e tejrin e ka tetove i thuj me tejri, apo e zgjati pak jo mualim, jo eski xhami, jo xhuma, jo ashtu, jo kështu, njësa erë qitapi këtu. Se për ndreshe Nasruddin Hoxha që kështu njëre ka arru qitapin, edhe ka dal xhamati pret tash, e ne ka bo xhamat, deri sa të vi këtu, veç unë edhe Allahu Teala e dishim se çka do flas, tash e di veç Allahu Teala, se dhe ka arru qitapin. Shqyqyr mbreti qitapin vakët, e kështu dhe vazhdojmë inshallah me dersin. Faleminderit shumë për ftesën hoxhën njerë, Allahu ju shpërbleft. Ndoshta i keni ndjek në Tetov javët njerë aty te xhamia jon. Mbajmë dersin e këtij qitapi që prezantoi edhe hoxha i nderuar, Shifai Sherifi Qadi Jadit. Është një libër tepër i bereqetshëm. E kom tregu unë edhe në shoqnin ton, ka qenë sebeb për udhëzimin tem kur kam qenë pak një gjallë më i ri, ndoshta edhe nuk i disha do gjëra tamam si duhet. Po shqyr Allahut ky libër u bë sebeb të udhëzohemi ta gjejmë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tash inshallah të kontribojmë edhe tri qerë, edhe xhamatlit ton të nderuar, të dashur, të paktën ta dinë se çka ka ky kitab, për çka flitet, dhe t'ia shtoj dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi mbrit në një temë ku Qadi Jadi njëre përshkruajti pejgamberin alayhi salatu vesselam me sjelljet e tij të bukura, cilësitë e tij, dhe më në fund tash e ndan për gjithë pejgamberet në tërësi, si Allahu Teala në Kur'an i lavdron ata pejgamber, dhe pak para se me mbrit për Yatsi bile ndërpreva hoxhës, u bante pak si këshill xhamatit këtu që kanë ardhur bashkë me ne, i thash aman hoxha mos e çaçe kom përgatit, Allahu Teala si e pruha. Unë që këtë pjesë e kom përgatit, son të këtu ta vazhdojmë dersin, hoxha hini bashkë te ato ajete. Thash hoxha mo, të lutem se dëkoritemi. Që aty mbetëm, kur ishte, pargje do me thonë, të premtet ne i mbajmë derset aty në Tetov, që këtu e ndalëm, dhe unë inshallah pak si bereqet ta vazhdojmë këtë libër edhe ta mbarëm, jo se dë flasim diçka tepër që hoxhallarët tjerë nuk e kanë folë. Kemi mbrime një ajet ku Allahu Teala i lavdron Hazreti Musan dhe na drejtohet neve, do me thonë, nga Hazreti Musa neve tash na këshillon Allahu Teala. Thot keni kujdes. Esta'idhu billah, bismillah, ja ayyuhalladhina amanu, la takunu kalladhina adhaw Musa. O ju besimtar, o ju që e falni 5 vakët namazin si duhet, o ju që i besojni Allahut, mos u bëni si ata që e maltretuan apo e ofenduan Musën alayhi salatu wassalam. Se atë nuk e prek asgjë. Ai është pejgamber i Allahut, ai është i dashur i Allahut, si thot, fe berrahu Allahu mimma qalu, Allahu Teala e pastroi atë nga ato fjalë dhe shpifje që i bën disa në Tetov e përdorim këtë fjalë mizevir, disa munafik, disa fitnexhi për një pejgamber të madh si Hazreti Musa. Ne hoxhallarët kur mblidhemi ndërmjet donjëherë çajm dert apo estakfirullah nuk e kemi si ankesë ndaj xhamatit, se ne, më falni që e themi, po bukën në shtëpi e çojmë pi xhamatit. Xhamati me se pagujt hakin e hoxhës ne që i themi, se ne vijet, apo hakun e xhamis,
besoni ne s'kemi pampersa për me I ble fëmijëve tonë. Allahu ju shpërblef juve. Ju I mbajni gjallë hoxhallarët, indirekt nëpërmjet hoxhallarëve mbahet gjallë feja islame o xhamat. Çashtu është vallahi. Kur t'japish hoxhës, do të thënë hakin e hoxhës, jo direkt në xhep hoxhës, po hakin e hoxhës kur ta paguajsh, të besojsh se dinit të Allahut ja ke dhënë. Pavarësisht hoxha ku I harxhon ato, s'ka lidhje, atë ne Allahut japim hesapin, ama vërtet hoxhallarëve në këtë vakët. Hoxhallarët e min nga Turqia kur vinë ndonjëherë këtu të më vizitojnë, interesohen gjithë këto xhamia, gjithë këto minare si funksionon. Nuk është ministri kjo. Në Turqi ka ministri të fesë. Dhe ministria vetë, buxheti I shtetit ndan një buxhet goxha të madh për me I mirëmbajt xhamitë e hoxhallarët. Te ne thon vetëm xhamati, vetë xhamati I mban këto xhamia në hoxhallarët. Dhe për herë habiten shumë bile disave dhe u mbushen syt me lot. Çfarë muslimanësh paska sot? E tash Allahu Teala na thot, ju mo jeni musliman të mirë, ju jeni musliman të mençur që keni kalu nga terbia e Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mos u bani si ato që e maltretun dhe ofendun Hazreti Musan duke shpif për të, e Allahu Teala nxori të pasën nga ato shpifje. Wa kana inda Allahi wajiha, sepse ishte te Allahu shumë I shenjtë. Hazreti Musa ka pas vlerë të veçantë te Allahu Dhul Jalal. Prandaj edhe ishte një pejgamber I tij. Pejgamberi jon I dashur, me një hadith e sqaron këtë ajet, thot pejgamberi jon I dashur sallallahu alaihi wasallam, Kane Musa rajulan hayyan setiran. Musa alayhi salatu wasalam ishte një burr hayyan, shumë I turpshëm. Son turpnohesh te njerëzve. Hase jon pejgamber tash nuk do të thotë se duhet me I shkel njerëzit. Apo sa më afër Allahu ti jesh, sa më tepër dije të kesh, më I turpshëm dhe më modest bëhet njeri. Mirë po ka qenë edhe setiran, është mblu shumë, është vesh gjan, kat me kat është vesh që aman mos më vizatohet dhe një pjesë e trupit. Apo edhe kur është labile, kur ka marrë gusëll, ka vesh diçka dhe ashtu ka marrë gusëll apo është la. Këto synetet pejgamberve ne I lëm mas dore. Duken sikur hollësina habe se mos na duhen, ama në fakt piç aty filloi ka kit problemi. U mësum ato synetet holla në shtëpi I lam, pastaj kur dulem në rrugë, hiç më I zbatum ato synete. A unë e di se këto xhamat që I kemi ala rasi vel ain, se I thujnë arabët, sa nimet I kemi këta pleq që I kanë bri hoxhallarët e mëparshëm, ato e dinë se ato hoxhallar bilen me terlek kanë flet, në shtrat kanë hy me terlek, në sofër të bukës nuk kanë hy pa terlek, asnjëherë s'u ke pa krah shkurt apo me shorca e ku e di me çka. Çdo herë kanë qenë të mbuluar, se pin shtëpi fillon terbia. Pin shtëpi fillon terbia. Atëherë neve çka do bëjmë? Besoni xhamat, kjo pjesë, ky kënd I islamit çdo herë është më I ëmbël. Kemi edhe hoxhallar që flasin vërtet për ideja të bukura apo filozofia islame, se mirë po ne jemi pak larg atyne. Ne të fillojmë çka kështu me fëmijët tonë, ky s'merr vesh nga filozofia islame. Ky do e shohë ti ja fillosh me bismillah kur hash buk, ai përdorish dorën e gjastë. Atëherë çe këto synete e kuptoj sot, është vakti I fitneve. Për jashtë tash dëm përqeshin. Do hapi probleme, ndoshta do e rrezikoj edhe vendin e punës. Atëherë fillo në shtëpi, hyn në tualet me kamën e majt, koncentrohu, çka të synet dhe zbatoj. Hyn në shtrat me disa dhikre që I ka bë pejgamberi alayhis salatu wasalam. Fali namazet me terlek në shtëpi, nëse të vjen bare në xhami. Shif Hazreti Musa edhe kur është labile, është mbulu, ka qenë I veshur me diçka, po hoxhosibe amerraçe. Jo, neve në Stamboll medrese bleshim hishame I thujshim në Turqi, se di këtu ndoshta. Hishame janë si kupaçki neve që I themi, po gjata deri në dërgjuj. Tha njën pi mushame, ato edhe kur lagen me njerë thanë pastaj. Tha nuk lëshojmë dhe një pesh, po thujshte me pantullë të ulat, hoxhën e kanë lanë ment, jo. Apo veshish diçka që trije aureti mbuluar para me lajqeve apo para higjineve, kështu me radhë. Sipas mezhebit Hanefi, është e ndaluar për pak e për shumë me I hap këto pjesët e auretit. Apo. Edhe në tualet, kur dhe hymë, dhe hapim vetëm atë pjesë që duhet të urinojmë, edhe mbaron punë. Lahemi derisa ta marrim peshkirin, brekët, majcën, 20 minuta, me laqet hikim për aty xhamat. Neve që këtë harrojmë. Ha se halal jem është këtu, po ama me qel, me bovak I gjallit ta qele dera. Trauma I la I gjallit. Sidomos ato që kanë vajza apo motra në shtëpi, duhet jemi shumë të kujdesshëm. Dhe ne këtë kujdes vërtet te pleq që kemi pa. Musëm kujtohet një fije floku të gjyshe sime, rahmeti pa shpirti, s'jam mbaj mend.
Vetëm më në fund, kur erdh puna e gjenazes, kur ma tregun se isha fëmijë, e pash gjenazen, tamam. Duhet me I kthy këto, të paktën në shtëpinë tonë, kthehet ai bereqeti vjetër, ndryshe ma pa bëhen terbia edhe fëmijët. Po çka ka qenë rasti që ka ndodhur kjo, e treguam edhe në dersin ton, në Tetov, Hazreti Musa alayhi salatu vesselam e kanë maltretuar me fjalë me shpifje, se ka qenë çaçi turpshëm, I kanë qit llaf, më falni shprehje, derisa mblohesh ka ky çaç shumë, ki pas ka dëni munges në aspekt mashkullor, dëni organ I mungoj ka, prandaj vjen bare. Shife me çfarë teme miren këto idiota. Neve ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që burimin e kemi me dije dhe me dashni të lidhemi këtij pejgamberi, na vjen një temë shumë banale, apo ummeti ati po je dvejnë bare këto tema me I fol. Neve nuk na intereson edhe I palës qetër, më fal shprehja, I ka tamam ato, po nuk I ka. Këto për një pejgamber kanë fol kështu. Dhe një ditë Allahu Teala ja bie në mend Hazreti Musës të hyjë në lumë të lahet, dhe këtë herë vërtet le t'i nxjerrë këtë teshat dhe të marrë një gusëll. I le teshat në një shkëmb, shkëmbi rrotulliset shkon te poshtë dhe tash detyrohet Hazreti Musa të dale disa sekonda derisa t'i marrë teshat, caktimi I Allahut I bie bashkë ato fitnexhi, çaty prezent dhe çe. Allahu Teala e pastroi, një pejgamber nuk mund të jetë I mangët të paktën në tiparet e burrënis apo tiparet e krimit fëtratit njerëzor që është, më thënë, kamil I përsosur. E tham, nëse je ummeti I pejgamberit alayhi salatu vesselam, me këto tema nuk duhet me u marr. Vall, a jemi gjithë nga ummeti I pejgamberit alayhi salatu vesselam? Derisa diellën mas namazit yatsis me kilometra dikush I ka hec, apo ju për këtu keni ndajt vakët, ndoshta ju presin gratë një çaj ta pini në shtëpi. Po thatë, prej ta ngjojmë një hoxh dhe vaj misafir. Kjo dëshmon se jemi nga ummeti I pejgamberit me këto tema që I ngusin njerëzit, si pejgamberët, apo ulemat, apo hoxhallarët, apo muslimanët e thjesht, do me thënë nuk qenë kemi nga ato. Mirë, po unë ja do të va përmendin ja 2 a 3 në që këto vite të numëruara që kemi karrierë, hoxha ka shumë ma tepër se unë, po edhe ai besoj se ka do raste që janë shumë dëshpruese, si kanë maltretu do hoxhallar njerëzit e vet. Ata mbas të cilëve do me thanë, ja ka kthy shpinën, I ka besu xhamatit, unë ty ta kthej shpinën dhe ti thush ju lidha këtij imami. Neve elhamdulillah nuk jemi këtë kategori. Këto që do t'i përmendi, I përmendi si shembull pozitiv për ne. Jo që e kam fjalën e din nuk jam I kënaqur pi xhamatit estakfirullah. Ama nëse nuk rrim me hoxhallar, nëse nuk marrim pjesë në kësi mezhlise, dëhym që këtë ajet. Mos u bëni si ata që e kanë maltretu Hazreti Musa. E unë e di një rast, emra nuk dhe përmendim. Që kjo ka ndodhë xhamat, kjo ka ndodhë, e dim edhe personin kush është, kjo ka ndodhë, do me thënë, mesin tonë. Që? E njëjta, do me thënë, ngucin ndërbres, I thujnë turqe, belalti, ndërbres ngucën. A I thuhet një personi kjo. Po vallaj që atyne me kaçurela këto që I bëjnë ato, e në me atë terlekin ma të vogël që e mbajnë, në që bëjnë si ritualer, që u bon zullumqarët më të mëdhenj dynja, horre ban kitë dynjan, edhe atine bileson va thuj shkëtve. Kur Allahu Teala nuk je fëmijë mos e ngus njerin. Këtë ja thot. Ati qetërit I thot, të s'ki e fëmijë, a mbajsh ders si duhet t'i edukojmë fëmijët. Subhanallah. Thon, këta njerëz janë piçe këtyre. Shqyr Allahu me si. E mu çka më ka ndodh, ata kallëzojmë edhe ta kallëzojmë. Deri në atë nivel shqyr jo se sot s'ndo ishim hoxhallar. Sot do veshit, unë xhamin në fshatin Llok, po ndoshta në Burg do vizitojshit. Atë sabër nuk e ka. Njeri ti duroj këto fjalë. A xhamat? Musliman jemi, po deri do ku, ama këto shprehje, këto provokime janë shumë të mëdhaja. Si e tha edhe hoxha I nderuar, kom talebe që ishin në xhami e vlat të bereqetshëm, 13-14 vjeçar bëhet fjalë. Para imami mban ders, unë e ri në saf të parë, duket ose teravi në Ramazan ose në xhuma. To që I kam të afër me din, unë e kam pak problem me gjunjt. Allah I shifan në dhasht, kush ka problem e kuptoj shumë mirë, Allah I kitve shifan në dhasht. Dhe mbas disa minutave, që mos e jap peshën në gjunj, e bëj një pozit, si të them, thonë rimbi gjuj, mirë po barkun e ngjes te kofshat këtu, që pak ka kofshat të më shkoje, thuja emnin ajo pesha. E tash ky mbas rin, piçe këtyne që e kanë maltretuar edhe Hazreti Musën, çfarë do një stër gjysh, pia gje e ka, e shef tash se ki talebja I hoxhës. Pas thuja be, ati shoku tanë që rishën kafe gjithë natën, pse këti ja thuj qatë fjallë. Hajde, ngucëm, për mbas shpine, s'ka problem.
Ne nuk e kemi problemin në kafe kush flet keq për hoxhallarët. Aman mos ndodhen në xhami se kjo i vjen sikur ta ngulsh thikën dhe kush mbas shpinën. Se te njeri jemi, unë me ty du të bëj ibadet. Ja çfarë fjalësh. Në kafe aty çka të flitet hiç, pe këtu hyn, pe këtu del. Pse? Po thom e komentoj, ndoshta tu e mbajt cigaren këtu te buzët. Tu lut gurës ka qenë i koncentruar aty ta lidhe atë, se i thuin ato 3 numra te kombinacion ta lidhe. Rezonin ta lidhe, i thushim razon, çton nise i thushim, ne s'ka lidhje. Astaghfirullah, themi se nuk është mirë. E tash ka qenë aty i koncentruar, ndoshta ky qetri sonë kanë gjumë mirë, kur jam bart hoxhës llafin, thom s'ka lidhje be haja, kur ndodh në xhami kjo prek. Dhe unë tu qenë që kështu i ulur, i thot tash një fëmijë 13-14 vjeçar që duhet t'i lidhet ai hoxhës aq fort që mos ndikohet pi fitneve për jashtë. Dhe kjo ndodh veç nëse rish me një hoxh apo me një xhamat të bereqetshëm kështu. Se për jashtë xhamat na ka marrë shejtani përpara. Kumari për jashtë. Thika për jashtë. Droga për jashtë. Femrat për jashtë. Këtë haramet janë jashtë. Nuk mjafton, besoni mos sot, nuk mjafton edukata e prindve. Vallahi duhet një nur i pejgamberit alayhis salatu wasalam. Një hidajet specifik nga sheriati, nga Kurani, nga Sunneti, të reflektoj ai nur pa t'i kuptoj ai gjalirise do harame nëse i bëj. Qoftë në këtë mosh, pejtash dhe e marr një devim shumë të rëndë në jetë që më pa ndoshta s'ka edhe kthim mbas. Që shohim kësi raste ngjojmë apo 15 vjeçari në shkollë ka shpërthyer, ka mbyt një shumë. Ta shpejt tetov ndodhi, vajz, 12 vjeçare në grusht ta shkelma kanë dalë në përlajme. Ajo me siguri edhe nga prindet ka marrë terbije, nuk do të thotë se s'ka marrë terbije. Ama që për jashtë telefonat atë shumë ndikun mo negativisht e fëmijët, s'mbrin mo, duhet e mbyllet komplet me një hoxh, gjithë ditë trije, po hoxha ta ketë në kontroll 12 orë, edhe 12 orë prindi, po vetë qashtu pak ti rrujmë të rritë. Dhe i thot këti, tash kthehemi në temë. Më fan një shprehje xhamat sonte pak pita Hazreti Musa, vazhdojmë së ndulëm bajbres, që atë i vërtet në. I ka thënë, më fal shprehje, hoxhës tant mos i ka hy diçka ku e di ku që ulet në këtë formë. E ky tash është prek dhe vjen me njerë ma pa më kallxon. Pejgamberi alayhis salam ka thënë kur jeni nervoz, nëse jeni në kam uluni. Nëse jeni ulur shtriuni, si dështrijem xhami xhamat, do thunë këtë kanë lënë mend. Ama e bënëm sabër edhe këtë sprov. Hajde thash. Ta theje qafën le shkoj ku dose. Mirë po, nuk e kujton që këtë se, pak e që kuptime o zho, neve jemi rrit pak më ndryshe. Ato që e din të etovën, lagjen time nëse e din, nëse kanë qenë andej, do më kuptojnë më mirë. Me një përgjigje ja kisha dhanë gjevapin, ama hajt nuk u morëm. Që ka të gjemat? Pika e din a i njeri, si është dhimta pimbas. Kush e di ku ka qenë ai në rinin e vete, ne shqyqyra Allahut, në xhami jemi, në xhami i kalum, dhe unë të garantoj se gjujnë kanë dhimbë, prandaj ule ashtu. Ti, pika e di isha dhimbje parashtrohet pyetja, ama hajt, dhe mbajmë qëndrimin e Hazreti Musës, dhe vazhdojmë këtë vijë. Ama që këto ne hoxhallarët kur mblidhemi, me që këto derte xhamat, qajmë derte dhe që kshu e kalojmë kohën. Nuk është në rregull hoxhallarët me nguc se nuk jep Allahu Teala bereqet. Nuk është mirë. Ulemat kanë shkruajtur libra në lidhje me këtë çështje. Dhe askush s'ja ka pa hajrin. Kjo nuk do të thotë se janë të paprekshëm dhe janë perfekt. Jo, mirë po ai tash për tash e simbolizon dinin. Ai të pasqyron sunetin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Aty po preke. Ulemat kanë thënë, do nise njerë me hoxhallarët për buzet, e dyta dinënshmoje sunetet e pejgamberit alayhis salatu wasalam, e treta dihyn dyshime për fen islame. Që kjo është ajo rrugë. E nisish me ditë ngucme, shefe hoxhën, shefja barkin, ka hangër steks, ka hangër pleskavic, ku e dish. Po kiti bëjmë ato. Piktu qilet ajo derë, përfundon mapa, abe se sot s'duen do sinet, abe terlek, abe mjekër, abe ku e di qka, ma në fund përfundon, po kush e di, ka ardhë dë kush i pjandi, po t'na kallëzoja, ka gjennet, a ka gjennet. Edhe qka ndodhi, përfundove pa din, pa ima. Bile ulemat kanë thënë, njerëzit që ngucen me ulemat, me njerëzit e dijes, dënimin më të madh këtë dynja e kanë se dijen të poshtër në sytë e njerëzve dhe më e keqja të fëmijët e vet nuk do kjenë respekt. Pa çfarë duhet me pat shumë kujdes. Mirë po, neve a jemi për hoxhallarëve që meritojmë atë respekt, ajo një pikpyetje e madhe. Mirë po, këta pleq ton, xhamatlit ton,
kush e di tash si u shkon malli që i kanë bri ata hoxhallarët e tyre, autoritet, veç kur ka dalë me xhyben e vetën prak të derës, kit ka thon ndihmim se kalon një hoxha efendimas. Sot ndoshta neve pi gjunave tona e marrin tjerët guximin që kështu me na maltretu pak, ama i mbështetemi Allahut, prandaj kërkojmë ndihmën e Allahut që të kalojmë mirë, që të fëmijët mapa të kemi ndikime pozitive, ta shtojmë numrin e xhamatit, ta shtojmë ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë. Vazhdojmë nga Kitabi, dhe lexojmë edhe disa hadithe edhe besoj që do ta mbarojmë hoxha, nëse e zgjasi lirisht mund të ndryshim. Pejgamberi alayhi salatu wasalam për ta lavdruar një pejgamber kështu ka fol: Innamal kerimu ibnul kerimi, ibnul kerimi, ibnul kerimi. I ndershmi, djali i të ndershmit, djali i të ndershmit, djali i të ndershmit. Kush është ai? Jusufi, djali i Jakubit, djali i Ishakut, djali i Ibrahimit. Tema ishte përsosmëria dhe vlerat, virtytet e mëdha të gjithë pejgamberëve. Hazreti Jusufi e ka pas një cilësi, një tipar shumë më dalluese se tjerët. Pse? Babën pejgamber, Jakubin a.s. Gjyshin pejgamber, Ishakun a.s. Stërgjyshin pejgamber, Hazreti Ibrahimin. Dhe kalon në për Kitabe që kaloi edhe në dersin e të premtes, pe ku e ka trashëguar atë bukuri Hazreti Jusufi, atë bukurit madhe, nga stërgjyshja e vete gruaja e Hazreti Ibrahimit, sepse ajo ka qenë shumë e bukur, nga ajo e ka përcjell atë gjën edhe ai ka qenë shumë i bukur. Për Hazreti Sulejmanin tregohet, edhe pse Allahu i ka dhënë atij mbretëri dhe një pasuri të madhe, ai nuk e ngrente shikimin për kaqelli nga frika dhe respekti ndaj Allahut, domethënë krye lart nuk ka qenë kështu. Sa më tepër në pozit, çka që e thash edhe parës, aq më i përulur bëhet një njeri që i afrohet Allahut Dhul Xhelal. Hazreti Sulejmani i ushqente njerëzit nga ushqimet më të lezetshme, ndërsa i vet hante bukë të elbit, bukë të thatë. Me atë ushqeshte. E kishte në kontroll erën, kafshët dhe krejt që ekzistonin, ishin në shërbimin e atij. Dhe erën dënjere e përdorte që të mbrije më shpejt të dyshmani me ushtrinë e vete. Janë nis një ditë bashkë me erën, me kafshët, me ushtrinë, dalet një grua, një plake. I thot ndalu pak se kom një hall duhet ta qaj, këtë atë ushtri, këtë ato hajvanat, edhe atë erë e ndal, e dëgjon një 2-3 minuta, ja jep xhevapin që duhet, edhe ashtu vazhdon. Kush është ky? Mbret, pejgamber, komandant i ushtrisë, lideri këtë muslimanëve, ndalet. Dhe kjo përmendet në Kitabe si një virtyt i përsosur. Ndërsa Hazreti Jusufit i kanë thënë kështu: "Ma leke tajua wa anta ala khazainil ard." Pse rini uritur? Pse maltretojsh veten kur ti e ke në dorë thesarin e këtë tokës, domethënë Egjiptit? Ai thoshte kështu: "E khafu an ashba'a fa ansa al-ja'i'a." Frikem se si të mgopet barku, do ta harroj të uriturin. Si përmendet edhe ndoshta kelami kibar është, dhe nuk është prej neve ai që flen i ngopur, ndërsa kujshin e ka të uritur. Kjo është pejgamber shumë të mëdhej xhamat. Ndërsa Hazreti Daudi alayhi salatu wassalam, Allahu Teala në Kur'an thot: "Wa alanna lahu al-hadid." Për atë ne ja zbutëm hekurin, ka punu me hekurin dhe i ka dhënë forma të bukura. Allahu Teala i thot Hazreti Daudit: "E ni'mal sabiqatin wa qaddir fi sardi." Vepro, do me thënë ndërto me duar tua, nga hekuri, këmish të hekur, do me thënë, ne të tofi themi, pancir, parzmore, pancir. Dhe këtë bone sa ma precis, sa ma bukur, do me thënë, Allahu pret, kur dhe bëjmë në një punë dore, kur dhe veprojmë, atë zanatin tënë, kur dhe bëjsh, bane precis. Aman mos i hymë dërhaka skujt, po edhe, ti ese lakmija njerit, apo, ki musliman, këtë e kom pa 5 vakët në xhami, edhe zanatshi usta i mirë, t'ja shumë lakmin, apo. Ama kohët e fundit pak, ato që renovojnë shtëpi ose xhami, pak jesin problem, apo thot ustaj do vjen pas 2 ditë, vjen pas 2 vjeti. Po usos xhami, ama mo vishe hiç. Dhe shpesh Hazreti Daudi luteshte Allahut t'jape risk nga dora e tij që mos e përdor arkën e shtetit. Dhe ndonjëherë kamufloheshte Hazreti Daudi, vesheshte si njeri i rëndomt, si një qytetar i thjesht, dhe dilte në teren
Do të thënë në për rrugët e qytetit i pyeste njerëzit çka mendojsh për mbretin tënd, për Hazreti Daudin. Dhe çdo herë ngjonte lëvdata dhe fjalë të mira, ndërsa si rezultat fillon të qaje më shumë dhe tregohet se deri në frymën e fundit çdo herë ka qajt Hazreti Daudi. Sëni ka duru lëvdatat. Hoxha parës na lavdroi. Para disa ditë kalum, shkojshin për struk, imami i ndershëm i asaj xhamie në Kërçov, do fjala që të bukra i thuri për mu, u mundova qaj, ja, pim brenda vlona, ja, i sa ma mërth, ama vërtet, edhe turp vjen, ama sën shtiremi, sën qajmë, ndërsa Hazreti Davudi, pejgamberi Allahut, dëgjon fjalë të mira në qytet, fillon qaje në shtëpi. Ne me bo, këtë njerë grazë në durojnë në shtëpi, të thujnë tajtë kanë lanë, me ka shkova të martohem me këtë, hipset vravas, dripset vravas, a me vitit miremi njerë, a me njerë, a me gjematin gjami, Allahu në ndihmoft, Allahu në ndihmoft, po që këtu e gjejmë vetën, një orë që këtu, në Tetov, këtu, dëkun qeter, kur në thirin, vërtet, lirojmë për këtyne streseve, apo shgënjimeve. Hoxhës të mi thash, kur shkova të vizitoj para disa muje, isha në Stamboll, edhe ai gëzohet shumë kur më sheh mu, i thom hoxha, mo ke fillu thash të mbohesh zarar kur shoh. Stakfirullah i thuhet hoxhës. Jo hoxha, ma para kur visha i mbusha bateriat të ti dhe kthehesha me një vullnet më të madh të Tetov. Tashmo atë qetësinë e madhe që e ndjej këtu, frigem se s'nda ambientohem gjithat nur që e marr prej teje, dëshkoj frigem se dëkushi dëm shaje për pak e për shumë, dëm prishet ajo qetësia. Ama që kjo është? Nëse duhesh ta hecish sunnetin e pejgamberit, di durojmë këtë. Shqyr që jeni ju xhamat, vallahi shqyr që jeni. Hoxhallarët tonë thujshin, hoxhën e bën hoxh xhamati i vet. Xhamati kur ja mbush një ujë, kur ja bën një sajgi, hoxha e ndjen vit, shqyr bedhun e qen kam dëkushi. Ndjenja më e keqe është në profesionin tënd, mos të ta dije kërkushi dhe të hyn ato dyshime, më duket unë s'konam për kurrë. Një hoxh po hynin këto ndjenja. Ma pa fasaderra, malterra, moler, gjithë do se ne bëhet kotë, se ne gje vetën atë. Ju me s'tjenë gjemat, krasa saj që thash fillim dersit, që i paguini hakun e hoxhës, ma shumë me këto prezenca, me këto respekte që i shojmë për juve, neve ndjemat bereqet të profesionit që është warathatul anbiya, apo profesion i pejgamberve. Edhe një 2-3 raste nëse keni kohë, se di sa e mbajnë, vërtet mos. Ej, valla. Që, këshilla nga pejgamberi alayhis salam. Tha e hoxha, profesionin e pejgamberve, parës kafe të pi edhe hoxha e preku fikse këtë. Nuk ja apim hakun hiç, megjithatë shqyr kemi njerëz që na nderojnë si hoxhallar, na ngjojnë derset, na ngjojnë fjalët. Thot pejgamberi alayhis salam, e tash më duket më kapën ato, se nuk o për mu kjo, nuk o një lëvdat për mu, kjo dihet një qortim për mu. Thot pejgamberi alayhis salam, laqad kana al-anbiya'u qabli yubtala ahaduhum bil faqr wal qaml. Para meje ka pas pejgamber që janë sprovu me fukarallek, një herë në jetë nuk kam det i unët, nuk e di atë ndjenjë elhamdulillah, nuk mund të them, më ka kreth diçka shpirti e nëse ne kom ble. Se di. Elhamdulillah. Flas për sendet elementare, se kështu gjë më mendojni doni se hoxha luksi madh. Hoxha me jugo apo? Hoxha lara tu çuditën kur erdhën te Tetov. Si be hoxha me jugo? Me jugo, aman, bereqat vers. Do me thënë, pejgamberet para mua janë sprovu me fukarallek, me varfëri dhe disa me mora, me zgebe xhamat. Po si be hoxha pejgamberet. Kush e di Allahu Teala si i ka thënë, "Het shko, agjen pekt malit me një qosh atje, çati barriu ti bësh davet bëhet musliman." O sos puna ja Rabbi, shkoj me një herë. E andej mo kush e di sa mu i ka shku me të hecme. Kush e di ku ka hy në për çfarë shpellash, gropa, sent, është rrezuk i gjak është bë. Zakonisht Hazreti Isa është marr me këtë davet. Morat e kanë kap xhamat, morat, subhanallahu. Edhe neve tash hecim në rrugën e pejgamberve, ama parfemin e kemi, teshat peglatta, të kurosëra, këtë kushtet i kemi, e ne bëjmë në derës, i bëjmë davet dinit Allahut, apo. Erdhëm xhami, ja çfarë koltuki, elhamdulillah. Hazreti Isa një herë bile nuk ka ullë çka komfort.
këtë garran kështu. Do shta të një pejgamber që si thot, emri nuk ja ka përmend. Mora xhamat, mora neve një miskojnë me na undalë në vend të lam me njëherë. Mora subhanallah. Ne çka bonëm për këtë din? Kur gjos bonëm subhanallah. Ja Rabbi na fal, po se di. Si thane hoxha, një muj me na u vonu rroga, kush e dia dhe vazhdojmë hoxha lekin. Një muj me u vonu. Dhe pjesa e fundit e hadithit. Kjo gjendje me mora ka qenë e habbe i lehim min el atai i lejkum. Ka qenë më e dashur për to, kjo gjendje, ka ndjerë knatësi më të madhe në këtë gjendje, se sa juve kur u vjen do një hedija, apo do një dhurat, do një pasurit. Zduhet. Hoxho, hajde. Zduhet. E mbajsh, me jelek, pse veshna? Se që aty ka di gjepa. Ma kolla i hindora atej. Zduhet. Se ka pantullet shu, duhet të këthish dorën. Ja, zduhet. Ama që gjepi rejnë, hazër atej. E në neve mapa, el ulema, warathatul anbiya, astaghfirullah. Zduhet e ne. Shumë buk në shpi me paret e astaghfirullah xhamatit. Në këtë punë nuk duhet me marr pare xhamat. Edhe ju lutem mos ofrojeni pare. Ani se na mirë neve astaghfirullah. Na prishet një ditë një jetë i frikëm. Si kanë thënë ulemat, disa pe ulemave kanë thënë, nuk i friksohem gjynafit, sa i friksohem se të ma prishen një jetin. A nesëm pa pare, për izat Allahut. Mas 10 vjetë e shohish, hoxha, shaman në thajrë, hoxha, po nja 200 euro. Si be 200 euro, hoxha? Kur erdhe para disa vjetë nuk lipe, e po qetash, kushtet kanë dru. Allah, ja Rabi, në rujnë jetet mos në devjojnë. Hazreti Isa, a.s. kur takonte gjatë davetit që shu në përmale, në përpyje, se kalon, as njerë shtëpi nuk ka pas Hazreti Isa. Dhe ku i ka argjumi që aty, ka flitë. E nuk jesh frika, s'kafshve tegra, e din edhe kafsh tegra, kjo pejgamberi Allah, nuk e ngucim. Se ja ka dhanë hakun. Dhe kur e ka pan do një derë të egër, ka bisedu me ati, i ka thënë, idheb biselam, hajde, u dhe mbarë, qoftë kalo me selam, thënë selamet, për me asë një dam nuk dë kijesh. Sot muslimani del për gjamije, rinë të kontinjerat një qenë, si gjuna shkon këtë të këtë, në shkenë qenit. Po s'ka fajbe gjinaf, hajvanati Allah. Dhe i kanë thënë Hazreti Isës, pse bisedojsh, ai nuk do të marrë vesh, gjene derra, po, thaj. Thot, s'më pëlqen ta mësoj gjuhën time me shprehje të këqija. Me thënë, virtyt i përsosur i pejgamberve, tema. A neve çka bëjmë? Me gruan, nuk është derë, estakfurullah. Me gruan, fjalët më të ashpra. Gruaja ndaj burrit, fjalët më të këqija. Baba djalit, Allahu na ruaj djali babës fjalë të këqija asnjëherë, estakfurullah. Allah i na rujt. Ndërsa Hazreti Isa me kafshët e ka trajnu veten, aman mos më jetë shprehi kjo, aman që Allah ja Rabbi. Ndërsa gjali i tezës ti, Hazreti Jahja, a.s. do njëherë kur i ka ardhur deri këtu nga njerëzit, është izolu që kjo të ne nuk preferohet, mi po sheriatin e ati ndoshta ka qenë diçka e preferuar, është izolu, ka shku në përpyje dhe me kafshë të egra ka ngranë diçka, vetëm mos përzihet me njerëzit se ku ka njerëz thot ka fitne, ma mirë me kafshët dë miren vesh aty, se sa me njerëzit. Ndë njerë vërtet vim që këto situata. Ama në pyje, o gjema në pyje, në gjamive, në gjami u deshtë mirë në vesh, ti je njeri që me bali bish, sesh dhe Allah, apo? Ulemat kanë thënë, el istinas alametul iflas. Me kalu shumë kohë me njerëzit, ama si tash, jo këshu nefsi e bëjmë, po të përpiqesh veti, të futem aty, të futem këtu, të futem aty, të futem këtu, të mdin njeri i famshëm, apo të mdin njeri, atë në një biznismen i madh, shumë e të shtirur, nuk është e preferuar, apo? Se tash xhamat ke, elhamdulillah, Allahu na shtoft, hoxhën e nderuar, unë e kom ditë për shumë moti, dhe çdo herë ka pas, elhamdulillah, një rreth bereqetshëm, derset sidomos, kur i kishte atëherë hit kur ishin, mashallah, vërtet ndikojshin. Nuk e kemi për kështu, ato Allahu që ti dërgon. Po ti vetë kur mundohesh të futesh, ajo nuk është alamet i mirë. Ajo është alamet se je duke humbë në jetën tënde. Dhe zakonisht është alamet i njerëzve dështak, kjo kur mundohen të fajten e në andejnë e këndejnë. E shohish të është dhimë me një mezhlis, a për bajram, a për send, hoxha ma, stakfirullah më.
Dhe përmendi shembullin hoxha më prekës, se e pash vërtet e therr dikush. Po kam ndodh që kështu mezhlise lidhje me temën që ka të bëjë, don të tregohet njëri shumë i zonët apo shumë ka bë alarme, çdo 2 minuta ti cingrohet telefoni që të shtiret diçka. Hoxhën e pash, po vërtet e therr dikush i rrejrat. Tregohet për Hazreti Musën se ndonjëherë ka përdorur në një çatin nga druni për t'u strehu apo për me u mbyll domethënë nga dritat e diellit dhe ka hangër aty ku ka gjetë diçka, ka çel një shpellë, një grope ka çel aty dhe aty vet ka hangër bukë që mos përzihet shumë e shumë me njerëz. Kur ka pi ujë, nuk ka përdorur ndonjëherë edhe gotë. Ku ka kalu reka aty lumi, është përkull njëtë si kafshët, që ashtu ka pi ujë që, edhin mos e ndje diçka vete në mos i aktivizohet qibri që këta në pejgamber, këty në asë njerë nuk mund të edhe tu aktivizohet. Dhe kretë to i ka bo, duke ja ditë për nder Allahu Teala që ja ka falë ato mirësi, që ja ka falë pejgamber, që ja ka falë musliman. Hajnë nësë jemi pejgamber, po jemi musliman, elhamdulillah. Na ka falë Allahu Teala një hidajet, një udhëzim. Na vjen mirë të kalojmë kohë në për xhamia me hoxhallar, me derse, shif, pej tetove, pej katundeve tetovës kanë ardhur. Po ju këtu pej rrethin e keni ardhur, keni dhënë mund, kjo është një nimet shumë i madh, një bereqet shumë i madh. Nuk do të thotë se ta shkojmë aty kishte një lumë, shkojmë pi aty të pim ujë kështu të përkulur, po t'jemi të përulur me shpirt, mos bëjmë qiber, mos i maltretojmë njerëzit, t'jemi të sjellshëm dhe t'i mbajmë këto lidhje shpirtënore me këta pejgamber. Asnjëherë mos e shkëpusim këtë. Mos i lam derset, mos i lam hoxhallarët, që mapa mos bijem në ato situata që i përmendëm pak si shembuj. Se dëmi më i madh çka ishte? Edhe në këtë dynja bëhesh rizin, mapa edhe fëmijët e tu nuk do të respektojnë. Atë roja me kaq mund ta mbarojmë nëse e shihni edhe të arsyeshme, do të edhe mbaroj tema, mo temën tjetër inshallah në tetovësit na bëjë nasip Allahu. Mund ta vazhdojmë. Shumë faleminderit. Unë ndjeva shumë rahat, ndoshta pak u lirum, do shembuj pa lidhje i morëm këto fëmijë, inshallah nuk janë habit, ama që këto janë realitete, me që kësi fjalë do njerëz provojnë. Edhe hoxhallarët, po ja këtu e gjejmë ngushëllimin, kur thuish Hazreti Musën nëse e kanë ofenduar çaç nisko si i themi ne çaç ulët, atëherë kush ishim neve, edhe ne do i durojmë këto hatre islamit që të vazhdoje dersi, të vazhdojë islami, të vazhdojnë sunetet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Allahu ju shpërblet shumë, Allahu gjithat mirat vadhasht, prindët kujt i kanë vdekë, Allahu rahmetu qoftë në vërë, fëmit, Allahu Teala na i udhëzoft, na i bëft hajër li evlat, që këto lutje hoxha e mshdojri ka bën mas dersi, dhe me këtë e mbarim tash hoxhës ja japim fjalën, bujron hoxha. Eyvallah, faleminderit. Amin. Amin, gjithve inshallah, faleminderit, faleminderit. Ne bofshim me xhlisat sebeb udhëzim këtë dynjë e trandojnë te punët e hajrit në botën tjetër inshallah. Amin, inshallah. Po këtë që e përmendit Musën alayhis salam do ta ndërlidhi pak me një shembull tjetër, ku njëjtë Musës alayhis salam i ka ndodhur. Do thotë Musa alayhis salam ka qenë kelamullah, do thotë ka fol. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allahu xhaleshan thotë në Kur'an i foli Musës me fjalë. Dhe Musa alayhis salam i brengoset se kjo është një shembull vetëm që i ka ndodhur. Edhe në shemb shembuj tjerë ka pas që i kanë torturuar me fjalë, ndoshta piket pejgamberëve më shumë të kanë torturuar Musën alayhis salam. Edhe si do thotë njëri në atë kontekstin prekët dënjëherë. Edhe i tha, o Zot, tha, ka mundësi bërëm që këto fjallë të ti ndalish. Bërëm mësë më folin shumë se më kanë lodhë. Para me ndonja tash, Musa a.s. i qetë Ben Israilet, pi faraonit, ti qese ti shpëtoje, në moment kër mbrojnë të deti, i thojnë, o Musa, ku na pranë e këta? Ku të shkojmë tash? Edhe që ati nisin e bëjnë rezil, po sabërve ndalu, se Allah im ka pru që këtu ndalu. Më njëheri vërsullën, pse kështu na prune, pse ketë, pse atë? Edhe i thot, o Zot, thot, a ka mundësi bërëm që këto fjallë, thot, ti ndalish. Shka i thot Allah Gjeleshan, thot, o Musa, thot, atë se kom bo, thot, për veti e poj për taj. Unë për veti ato Zotin e shajnë e po e shaj kanë pengameri. Sot ki ateista, Allahin e shanë. Sot ki e komunista, Allahin e shanë. Sot ki e njerëzit pa dishëm, Allahin e shanë. E ne pas kim gajlëm se po më shanë mu farburi hoqë. Do thot, këtë duhet njeri ta kese parasysh. Elhamdulillah si hoxhallar nuk jemi ndiku se me u pas ndiku pi llafeve sot s'do ishim hoxhallar, ndoshta do ishim fasaderës ato hoxha dikun te punu, ama elhamdulillah këto fjalë të njëherë kena te kalu, sepse në çdo
vend ka dikush që bëhet pengesë për xhallarët, do thot po, elhamdulillah kjo është ajo misioni i pejgamberëve, të cilën ne kemi zgjedhur si udh, do thot parimisht ta kemi qëllimin e misionit. Kur ta kemi qëllim misionin që ta arrijmë, do thot atë që kanë dëshë të arrijnë pejgamberët, ne ta vazhdojmë. E inshallah Teala ditën e gjykimit ata që kanë punu për udhën e pejgamberëve do jenë bashkë me pejgamberët. Ata që se kanë pas synim udhën e pejgamberëve, po e kanë pas udhën e luksuzit, do ta gjejnë luksuzin. Edhe do takohen me të luksuzin botën tjetër. Inshallah ne kemi me pejgamberët dhe me njerëzit të cilët i ka dashur Allahu xhaleshanuhu, inshallah Zoti na e bëj të mundshme të ringjallemi bashkë me ata. Tash nëse keni ju diçka doni pyetje për hoxhën, ose keni dëshirë diçka me u ndërlidh, jeni të lirë do thosin çdo me çlis që ju keni dhënë hapësirën për të bëu pyetje, mundet do thot me bëu pyetje nëse keni. Nëse jo, vazhdojmë të një muhabet më të lirë atë. Po. Si dojni ju s'ka. Po. Si ta keni ju rendi. Po. Nëse ka dikush me pyet, lirisht i lirë do thot se kjo punë, po që mund pëlqen do thonë shpesh i kam pas përmend se ndonjëherë ka njerëzit të cilët imamit 5 herë në ditë i lidhen mbas, a 50 herë në ditë i bën shpifje. 50 herë në ditë ndoshta e përgojon. Njëjtin imam. Para mendon ja xhamat, do thot në fikun Hanefi, do thot sipas mezhebit Hanefi, për parësi për t'ia fal xhenazën një njerit ka imami i xhamis. Para imamit xhamis nuk del as familjari. Do thot nëse është dikush i familjes, për parësi ka imami i xhamis. Saqë i kanë dhënë disa ulema brenda mezhebit për parësi edhe ndaj udhëhecit, ose kadis ose miftis. Thot imamul haj është ai i cili ka përparësinë më të madhe për t'i dalë imam. Do thotë për t'ia fal xhenazën. E tash jetën e ke lidh. Unë shpesh u them, fillim të lindën një evlat, kanë efkatën, hajde o që jave meme. Dënise të kaja i evladin brenda të urrit, dhe kanë marrë mësysh, hajde o që të afri. Zej ka u dërmu të fri, unë u dërmu të fri, na po kompresorat të fri. Po. E tash, dhe kese synë e ti, hajde o që të ti. Dhe vje puna për martes, hajde o që një qa. Dhe vje puna në shkurërzim, hajde hoxha t'i dajmë. Aje vladi di zinhët, di kundi di përlat, hajde hoxha. Në gjdo send hoxhëm, pra më fund, zbonki. I hoxh ki shkon të shumë, ki hoxh ashtu. Do thot, me rak na kam bet, do thot kjo tem, ama duhet kemi kujdes që mos e mësojmë gjuhën me fol. Jo vetëm për xhallarët, po kush do kof, gjuhën ta mësojmë, ta mbajmë kontroll, siç e përmendi shembullin e bukur të Isës alayhis salam, që edhe ndaj kafshëve do thot ka pas kujdes mos i ofendoje, e jo më njerëzit, e inshallah Zotit na e bëhet mundshme që ne si musliman të kemi kujdes në gjuhët tona. Amin inshallah. Po vetë. Si fillom do thot ka i 19 muaj, do thot deri sot është do thot ki mexhlisi që do i mbam, a sot në javë është e parapame që të mbahet tribun, inshallah ajo do të mbahet si e fundit, do thot nalt në xhami. Edhe se tribun, kjo do thotë është me xhlis sonte më i fundit këtu poshtë që e bëjmë për si vjet, inshallah në motet atje do vazhdojmë, se vin Ramazani, shtima nuk ka, do thotë ambient tash Ramazan, njerëzit pak më të lodhët e se mbas teravijet me xhlisë s'ka më bëhet vonë, do thotë si me xhlis për këtë sezon, do thotë inshallah më vazhdojmë ka 11 muaj i këtij vitit, inshallah prap nisim me xhlise. Ama për këtë sezon, do thot, sonte është kjo e fundit, a sot një javë do t'jese, do thot, jo me xhlis, po do jese tribun, në xhami nalt, e inshallah se e shikni pak edhe vend nuk ka, do thot që të kese pak ma tepër, misafir do t'a kemi për sot një javë, do thot Fidaim Fazliun, është hoxh pi Kosove, ai do t'jese për ligjerat, ndërsa për Kur'an e kemi Hafiz Xhemail Luhiun, një prej lexuesve më të mirë, jo në Maqedoni, po edhe nivel botror, është që ka mbri, do thot, të marrë tituje, të marrë, do thot, çmime e shpërblime. E atë do ta kemi për lexim Kur'anin dhe mollabesimin për ilahije, inshallah, për Gërçeci që është mollabesimi. Këto tre momentalisht i kemi të parapam, ndoshta brenda javës do shohim diçka nëse bëjmë, po kryesisht Fidaim Fazliun e kemi, do thot, misafir për tribunën dhe me atë do thotë e përmbyllim, do thotë si aktivitet që e kemi pas për gjatë 12 javëve, edhe inshallah him Ramazan me
punë të mira, inshallah. Inshallah. Se kjo do thotë si stimulim pak në nxitin këto me xhliset dhe kjo tribuna pak të hi me vullnet më të madh në Ramazan. Inshallah. Bëjmë pak punë më shumë në Ramazan, Allah na bëj kabul, inshallah. Mirë, çdo se cili të bëhet sebeb si tha Hazreti Ali radhiyallahu anhu, pejgamberi alayhis salam i tha o Ali, tha nëse bosh sebeb një njeri ta udhëzojsh ndin, tha për ty tha është më e mirë se ti posedojsh devët e kuqe. Në atë kohë arabët i kanë konsideruar devët e kuqe si pasuni më e begatshme, e i ka thonë ta udhëzojsh një njeri, do të udhëzohet nëpërmes teje, thotë është më e hajrit se kish posedim pasuni të madhe. Pra te Zoti më e hajrit do jesë një njeri nëse u udhëzon, por shoj e bie në xhami ose bosh sebeb se si dihet xhamat, zemrat e njerëzive janë si ato bravët e derës. E dikushi do thotë një fjalë thot e gjuditën edhe e çelën. Sikur ai çelsi. Ti mund të kesh 100 çelsa, ama 100 çelsa nuk e çelin çat derë. Atë derë e çelën 1 çels. Ama pe atëve 100-ve duhet ta gjesh cili e çelën. E shiti 100 fjalë ja thot dikujt nuk e rrokën. Një fjalë kur ta shohësh e valla do hin xhami, hajde do nisi të falem, hajde do nisi ta xhiroj, një fjalë bëhet sebeb. E shti çat fjalë, nëse bosh sebeb ti ta ngjoj ai dikundi, sa herë që ai do bëjë edhe një punë të mirë dhe ti do shkruaj sevap. Pra ti bosh sebeb ta bish për shemb me xhlis, ai çat me xhlis për spari herë ka hi, ama i bëhet sebeb niset e falet. Sa herë që do falë namaz, edhe ty do shkruaj sevap. Pse se ti u bën sebeb ta bish atë xhami. E inshallah të bofmi sebeb për ka e mira. Po të bofmi sebeb në punë të hajrit, se puna e hajrit sa herë që të bëhen dunja, ka të vijë sevapi edhe ty. Për shembull ti nëse je bë sebeb ta bish dikandin xhami, ai ka nis të falet, pi namazit atij ti ke hajr. Shkon sevap. Po ai të mësoje mëse ndoshta e vladin e vet. Po në vladin vet kur të falet, ty të shkoje sevap. Po edhe nëse mëson mëse ndë e vladin e vet, do thotë ti ndoshta ke vdek para 50 vjetëve, para 70 vjetëve, sevapat vijnë halal. Po inshallah mos bëfmi sebeb për punë të këqija. Mos e lëm doni punë të keqe mbas veti, e masande sa herë që ta boje dikush e ka mësu çohet. Sa herë që të shohet ai, ty do të vinë që po ka vdek valla para 30 vjetëve. Konto numri s'ju ka ndal, hala i shkojmë. Pse? Ato të këqija që i kalon vazhdojnë. E ke mësu të vedhe. Ai do vdese, do shkoje ja kalon zanat dikujt. Mbas 30 vjetëve, 100 vjetëve, nëse zanati ati hala të shku, ka ti shkoje gjunahi. Për çat mos bëfmi sebeb për punë të këqija. Që t'ja mësojmë, hala ma keqe t'ja mësojsh dikujt keqen. Se mo çka e ke vë për veti, e ke vë për veti dhe ta gjesh për veti. Mos bëfmi sebeb t'ja mësojmë dikujt, që pastaj ta përhapim të keqen, t'jemi ne sebeb për ta përhap të keqen, si përpara për shembull, ka pas të ne, katundët tona, ndoshta krejt katundi se ka pas as një vajz pa shami. S'ka pas, të mlume krejt. Po u ka bon ndoshta sebeb një e para që ta heke shamit niset bëhet pak frerk, apo niset hece pak ma e lirë. E shej një u ka bo sebeb në atë katund. Ama kur u ka nisa jo e para, kjo e dita e ka pa, po qëllojbe kjo e hoq shamin, su bo kur gjo problem, hajde në une, ajo qetra thot e trejta mas e po, shife be nisën të hek, nuk kana shumë kur gjo së tojka, hajde në unë dhe hek, e në te hek, mrena 50 vjetve, tash për para shembull nëse kemi pas një pa shami, sot është problem ta gjensh një me shami. Sot është problem ta gjensh një me shami. E po kush u bo sebeb? Ndoshta ajo e para e në nuk o gjallë. Ama gjunahat kanë t'i shkojnë asaj. Pse sa jo u bo sebeb që qatë marifet ta bere e para. E mos bofmi të parët për të një marifet keq. Inshallah të bofmi të parët për një marifet mirë. Inshallah që ta nisim një rrugë të mirë, edhe njerëzit që të hecin në atë rrugë të mirë, do thotë do kemi përfitim edhe këtë botë në botën tjetër inshallah. Allah i na boft sebeb çdo për ka e mira të kontribuojmë. Xhamat, nëse keni për të pyet mirë, nëse jo, do thotë tashmë edhe mund të jeni të lirë, do thotë faktikisht nuk kemi më tepër, kush dëshiron do thotë trije në dërim edhe pak, kush don, do thotë jeni të lirë.